2 operazioni ho già eseguito da un'altra parte senza mai ottenere il risultato che desideravo. La prima operazione il risultato non mi piaceva. Nella seconda sono andata a modificare il difetto della prima operazione, ma il mio naso purtroppo è collassato. Ora siamo qui da Dermolife una volta per tutte per risolvere questo problema. Ne do bëjmë ulljen e dorsumit ose të kurizit të hundës dhe do ngrejmë majën në mënyrë për të arritur formën e barbinosit që ke kërkuar. Qërila ka kryer 2 ndërhyrje të mëpërpashme rinoseplastike diku tjetër. Sot jemi në revizionimin e 3 të rinosepllastikës, e cila do të realizohet me marrje të një grafti kërcor nga brinja. Herën e parë është marrë kërc nga septumi i hundës për të bërë korrigjimin e formës së hundës, herën e dytë është marrë kërc nga veshi dhe sot ne do të realizojmë ndërhyrje e cila si ndërhyrje ka vështirësi pak më të madhe për arsye se përveç se është për herë të tretë, ne do bëjmë korrigjimin dhe të formës së hundës dhe të frymarrjes që ajo e ka të vështirësuar.